Flamurtari konfirmohet si skuadra më e mirë e vendit në basketbol për femra. Vajzat vlonjate fituan Kupën e Shqipërisë duke mundur në finale Tiranën me rezultatin e pastër 79-55. Duel pa shumë histori në Pallatin e Sportit Dimitraj Goga në Durrës. Flamurtari e dominoi bindshëm ndeshjen duke kryesuar në të 4 periodat dhe në fund e mbylli ndeshjen me 24 pikë diferencë. Bregdetaret e krijuan diferencën që në periodën e parë, teksa fal këtij dominimi rezultati ishte 24-11. Avantazhi u rrit edhe më shumë në pushimin mes pjesëve pasi Flamurtari krijoi një diferencë në favor plus 21 pikë, konkretisht 47-26. Tirana u përpoq të reagonte në periodën e tretë, por sërish u mund, këtë herë 10-8. Edhe në periodën e fundit, vlonjatet administruan avantazhin e madh të krijuar duke fituar minimalisht 22-21 dhe të gjithë takimin final 79-55. Flamurtari është një ekip shumë i mirë, është një ekip kompetitiv, një ekip që ka vlerësuar kupën që ditën e parë, ka vlerësuar kampionatin që ditën e parë dhe jemi gati dhe për ligën unike. Për Flamurtarin ky ishte suksesi numër 22 në historinë e Kupës së Shqipërisë, ndërsa mbeten pretendent kryesor edhe në kampionat.